Këtë gjë disa filozofë dinë që thotë për një gjelos, pse flet gjithmonë me atë personë, a nuk të mjafton shoqëria ime. Nuk po pëlqen mënyra se si shikoj njerëzit e tjerë që janë krejt fokusuar te punë. Më the se do të dije vetëm me miqt, se ishte edhe ajo vajza tje. Nuk dua që të kesh miq të seksit të kundërt, ato mund të jenë të mirë për ty. Po më fshe diçka, nuk mund të besoj plotësisht. Ku nuk je me mua, gjithmonë mendoj se çfarë mund të bësh pas shpine. Shoh, që ke mesazhe në telefonin tënd, me ka po bisedoje. Nuk mund ta duroj mendimin që interesohesh për dikë tjetër. Dija mie, personuar kur takon njerëz të rinj, kam frikë se pëlqejnë më shumë se unë. Pse ishe gjithmonë fotot e isheve tuaja në rrjetet sociale, a nuk e ke harruar të kaluarën? Nuk më pëlqen të shkosh në festa pa mua, kush e di se çfarë mund të ndodh atje. Kur shëti këtë seksit të kundër dhe qesh me shakat e ti, do të doja të ishe më i kujdeshë se si vishësh kur den. Nuk dua që të heqësh vëmendjen e të tjerëve. Jesh shumë i qësor me njerëzit, nuk mund ta kuptoj nëse thjesht po sillesh mirë apo ka diçka tjetër. Ke një histori kaq të ndërlikuar me ishin tuaj, nuk mund të besoj plotësisht. Ndihem i pasigurt kur je në ambiente ku kam ndërta ato mund të jem jetu për ty. Po më qëtë diçka, nuk mund të takosh dikën më të mirë se unë. Jesh shumë i fshet për planet tuaja, çfarë ndodh kur nuk jam me ju. Ti ke të drejtë të flasësh me këtë duash, por më mirë të shmandesh ti sa njerëz. Ti e qëllën e dimi që ti të takosh dikën më të mirë se unë. Jesh shumë i fshet për planet tuaja, çfarë ndodh kur nuk jam me ju. Dhe frikën tua me pasigur. Me të theksohet se to fraza nuk përfaqësojnë sjellje të shëndetshme ose të dëshirueshme të menaxhimit të xhelozisë. Xhelozia e tepruar mund të dëmtojë një marrëdhënie dhe mund të jetë e dobishme të kërkoni mënyra më konstruktive për t'u marrë me pasiguritë dhe frikën tuaj.